Të dashur shqiptar, kam dalë në balkon sepse jam shumë i tronditur. Sa herë që kam bërë pyetje për ilirët, inteligjencës kompjuterike më ka dhënë gjithmonë mendime të kufizuara dhe të cenzuruara. Tani do ta kuptoni që nuk e ka zbuluar inteligjenca kompjuterike që ilirët flisnin greqisht. Këtë unë kam kuptuar që kur isha në shkollë të mesme, pastaj mu përforcua kjo kur isha student dhe lexova revistën Iliria në bibliotekën kombëtare, ku çdo dokument i lirë ishte përkthyer nga greqishtja në shqip. Studiosit të huaj asnjëherë nuk kanë thënë që ilirët ishin shqiptar. Këtë konkluzion e ka nxjerrë Akademia e Shkencave të Shqipërisë, e cila u krijua me insistimin e Akademisë Austriake, dhe ata ja dhuruan Akademisë së Shkencave thesarin e gjetur në vitin 1890 në Koplik të Shkodrës. Ka qenë e strehuar në Muzeun e Vjenës dhe ata na e dhanë neve falas. Në këtë thesar janë me qindra monedha ilire. Çdo monedhë ilire përfaqëson një kryetar bashkie që kanë qenë në pozitë për një vit. Çdo monedhë ilire është e ndryshme nga tjetra. Logjikisht, qindra monedha ilire greke tregojnë që sundimi iliro-grek ka zgjatur në Shqipëri, Maqedoni, Malizi, Kroaci dhe Kosovë për më shumë se 1200 vjet, sepse janë mbi 1200 monedha. Shumë zonë me një vit, aq dalin. Jo vetëm që inteligjenca kompjuterike nuk ka zbuluar asgjë, unë ashtu kam thënë, bravo të qoftë Mira Murati, sepse ajo ka marrë pjesë në krijimin e inteligjencës artificiale. Kjo grua ishte me origjinë nga Kosova. Duke thënë unë kështu, unë i bëra shqiptarët që ti shikonin filmat e mi, sepse ndryshe nuk i shikonin. Në TikTok kemi arritur mbi 10.000 ndjekës, në YouTube 6.000 ndjekës. Pra mu desh që ti ndjell shqiptarët, që ti bëjmë, ti shikojnë filmat e mi, ndryshe nuk i shikonin. Tani ju po shikoni ekranin, unë i kam kërkuar inteligjencës artificiale të më bëj fotot e nuseve shqiptare. Dhe inteligjenca artificiale thot, na vjen keq, por imazhi që kërkoni mund të shkel politikat tona të përmbajtjes. Nëse mendon se kemi gabim, provo përsëri dhe modifiko kërkesën tënde. Dhe unë e pyes, për çfarë shkelje bëhet fjalë? Dhe këtu është një listë gjatë që nuk do ta lexoj, më vjen turp. Që them të vërtetën, më vjen shumë turp. Ta lexoj. Këto janë gabime shumë të rënda të inteligjencës artificiale. Në qoftë se inteligjenca artificiale quan shkelje foton e nuseve shqiptare, merr më mend, asnjë zbulim për ilirët s'ka bërë inteligjenca artificiale. E kuptua tani, u bindët përfundimisht. Mi po kështu mu desh të thesha që të shikonit filmat, se ndryshe do ishit në errësirë.